Kjo është gjendja urës mbi lumin Fan, që lidh qytetin e Rubikut në Mirdit dhe fshatrat përreth me rrugën e Kombit. Këmbët mbajtëse të strukturës kanë dalur në sipërfaqe dhe janë anuar në disa pika, duke rrezikuar shëmbjen. Pas mbylljes së urës së Matit gjatë sezonit veror, rruga Plan Rubik është frytzuar masivisht për të shmangur trafikun e rënduar në akset kryesore, duke kthyer urën e Fanit në një nyje të rëndësishme kalimi. Banorët të zonës dhe drejtuesit e mjeteve thonë se degradimi i urës vjen prej disa vitesh, pasi kanë munguar ndërhyrjet për mirëmbajtjen e saj. Veç të zonë ashtu kalim për jashtë autostradës. Rubiku si janë këtë. 3 fshatra këni, si shkora Amandit, tash na prekshna jo, në s'keni prilezhe vinë, ha? Në shkja problema kryesor. 1/3 kam s'ka ngel po harë. Ka koksu? Po, ka duko, ka. Ka qenë një lavatri që shtu afer, e hekën atë nëse gjëja të mangë. A s'pat mangë të me ata je poshtë, sa ushin të grajeta jo, bashkë. E të lirë, nuk shkemi dalë nej. Kamiloti, s'kan kami dalë dhe shkohur, ishë humira rrugës, autostradës, Tiranës. Kjo me qënë ishte riparu, do më pa diskutim të njësej, sikur ura Matit poshtë, mund tjetë edhe kjo. Dorgën vu vetëm të hedhë kaj glatës, do më të hedhë asfalt që aty, pak e ne quet e rregullume me kash. Ju ka lëri që ditë këtu? Për ditë ka lej, kam zënë që të shkollës këtu. Po, pa diskutim se njëta punë është me ata se kjo shyrse që bo hekur udha, do më thënë pat të hedhë këto provizore në gjeli këtu. Po, rezikon kjo se është vjetër si urë dhe është bërë këtë gropa, vene. I kontaktuar në lidhje me këtë problematik, kryetari i Bashkisë Mirdit, Albert Mëlyshi, thotë se ura është në varësi të autoritetit rrugor shqiptar dhe pas kërkesave të përsëritura nga pushteti vendor, është inspektuar dhe është konstatuar me probleme. Në këto kushte është dakordsuar që bashkia të hapë unazën verilindore të Rubikut për të hapur rrugë investimit, por institucionet qendrore ende nuk kanë vepruar.